Besmir Limani, tifosi unik i kombëtares që në çdo ndeshje shkon me fytyrën e pikturuar me flamurin kuqezi në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, vizitoi mesditën e kësaj të shtunë të 7 qershorit qytetin e Florës. Në mënyrë simbolike, Limani është ndalur në shtëpinë e pavarësisë që prej moshës 4 vjeçare. Besmir Limani ka lënë Maqedoninë e Veriut dhe prindrit u vendosën në Zvicër. Momente të veçanta dhe shumë emocionuese, si dhe krenar që jemi shqiptar. Prej 52 ndeshjesh, ai ndjek kombëtaren shqiptare. Tifozi me origjinë nga Struga, Besmir Limani, i njohur si fytyra me shqiponjë, është pajisur tashmë me pasaportë të Shqipërisë. Fytyra e tij e pikturuar me shqiponjë ka shumë vite që zëvend në çdo medium shqiptar, por edhe botror. Imazhet e tifozit shqiptar në ndeshjet e kombëtares së Shqipërisë kanë bërë që ai të jetë shumë i përfolur, pas Florës u nis menjëherë drejt Tiranës për të ndjekur nga afër ndeshjen Shqipëri-Serbi.